Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Gatuaje e Veti. Sot kam menduar të sjell recetën e një lloji tjetër baklavaje, baklavas role. Për përgatitjen e baklavas role, unë kam marrë 600 gram miell, përpet, 4 vezë të verdha, vetëm të verdhat e vezëve, një vezë të plotë, dhe 70 ml vaj lule dielli. Dhe ujë do të shohim sa do të marrim. Në fillim përziejmë miellin me pak krip, ashtu siç veprojmë për çdo ëmbëlsirë tjetër, edhe brumit të baklavas do t'i shtojmë pak krip. Rajmë vezët që të përzihen dhe i hedhim për t'i përzier me miellin. I kam shtuar pak ujë vetëm për të mos na humbur ajo sasia e të verdhës së vezës që ka mbetur në pjatë. Dhe me radhë do të shtojmë të gjithë ingredientët e tjerë. Vajin dhe dal nga dal dhe ujin që është në temperaturë ambienti. Tani si shikoni, unë kam shtuar pak më tepër vaj te kjo recet, brumi baklavaje në krahasim me atë të baklavasës zakonshme që ju mund ta gjeni në kanalin tim dhe unë e kam hedhur përpara sa ditësh. Dhe arsyeja pse po e bëj këtë brum me më tepër vaj është sepse gjatë shtrimit unë nuk do të përdor, apo mbledhjes më mirë themi, nuk do të përdor gjalpin e shkrirë. Është punuar brumi për rreth 5 deri në 6 minuta dhe duke parë dhe këtë konsistencë që ka krijuar, e hapim në shirita dhe fillojmë mbledhjen e kuleçëve të vegjël. Unë jam munduar t'i peshoj kuleçët më tepër për t'ja u treguar dhe ju, dhe pesha e tyre është gati 25 gram secili. Për ata që nuk kanë peshore në shtëpi, unë bëra krahasimin me një tap shishe uji. Kjo është një shishe uji e vogël, 500 ml. Nëse do të bëni krahasimin me tapën e shishes, do të shikoni se sa dallim ka midis tyre. Pra, si e shikoni, tapa mbetet në krye dhe nuk ka ndonjë dallim shumë të madh. Kjo është krahasimi të paktën, sepse këtë gjeta si objekt krahasues. I kam mbuluar me një qese telefonit dhe me pecetin e kuzhinës dhe i kam lënë kuleçët të pushojnë për rreth 20 minuta. Tani arat i kam ngrirë pak më të trasha kësaj radhe, sepse ky shtrim petësh të baklavas e kërkon një gjë të tillë. Kam marrë 300 ml, 300 gram nisë shte dhe me të kam hapur 5 nga 5 kuleçët. Tani unë kështu kam vepruar, kam bërë treshe të tilla me nga 5 dhe pastaj kam vazhduar t'i hap sepse më duket që është një teknikë e mirë kur pushojnë pak të hapur me pak nisë shte, nuk marrin shumë nisë shte gjatë kohës që i hapim, i t'hollim petat. Do t'i vë nisë shte edhe një herë dhe nuk kam për t'i vendosur më nisë shte. Tani nisë shteja vërtet shërben për t'i mbajtur të shkrifta petët dhe të mos na ngjiten, por dhe me shumicë pita forcohet. Dhe pastaj dhe sherbeti hyn më ngadalë, nuk bëhet aq që natyrisht që duhet të ruhet konsistenca e petës, të jetë pak krëce si me thënë, por jo shumë aq sa të mos na shërbetose dot. Dhe kam filluar t'i hap. Siç e shikoni, 5 nga 5. Mundohemi. Tani unë asnjëherë nuk e marr petën në oklaj përballë meje. E marr në një anë, pra siç i marr një nga një këto petët, dhe siç mund ta shikoni dhe vetë, ndoshta është më mirë ta shikoni se ta shpjegoj, hapem pak me gishta. Kjo ngjeshja që bëhet në oklaj i hap akoma dhe më shumë dhe në anën tjetër tërhiqet peta. Tani kjo teknikë mua më duket më e mirë për hapjen e petës, sepse më duket sikur tërhiqet më mirë. Dhe kështu, siç thash, nuk i vendos më niseshte, por aman ato pika kur e shikoj që mund të ketë kapur edhe të ketë mundësi ngjitje,
Në ato pika vendosim pak një seshte. Vazhdojmë të hapim petën. Këto hapen 5 e 5 nuk ngjiten më. Tani, që shikoni, po t'i vendosim, t'i hapim një nga një, këto janë dallueshëm të hapshme. Dhe kjo ndodh sepse e gjithë sipërfaqja e tyre tashmë e ka marrë një seshten. Deri në këtë pikë nuk vazhdojnë më t'i hap një nga një, si me thënë të vazhdojnë me hapjen e tyre duke i ndarë, por të pesta së bashku i hap deri në formimin e një pete të madhe. Pra, si shikoni, është hapur më shumë se 2 pëllëm peta dhe një nga një mund t'i hapim, mund t'i ndajmë. Nuk kam nevojë t'i ndajmë, i hapim si një petë të madhe dhe fillojmë mbledhjen. Si shikoni, këto anët për të krijuar një formë drejt këndore të petës dhe të rregullt, i palosim pak, vendosim arat në formën e një shiriti dhe fillojmë ta mbledhim po në formën e shiritit ose roles gjithë petën. Në këtë mënyrë unë kam bërë edhe 2 të tjera dhe tava megjithëse duket është me gjalp të shkrirë, por ka filluar të ngrijë gjalpi, ka ajo paksa si gjalpi që kam hedhur. Po kështu kam vepruar edhe me të tjerat, ja që shikoni, dhe në këtë rast i kam hapur 5 e 5 dhe kur kam parë që janë bërë mjaftueshëm të mëdhaja, gati 2 pëllëm të mëdhaja, kam hapur të gjithë petën si një të tërë. Nuk ka mundësi të ngjiten më. Gjatë procesit të pjekjes, ato plus edhe gjalpi që do t'i shkojë i shkrirë, do të shkrithen. E mas me gjatësinë e tavës time, edhe ju këtë do bëni ta masni dhe pastaj të formoni forma drejt këndore. Në këtë rast unë kam mbledhur petën në një formë tjetër. I kam prerë anët, i kam vendosur brenda, nuk i kam hedhur anët, nuk i kam pra i kam përdorur dhe kjo është një mënyrë tjetër, por i lë arat jashtë. Nganjëherë arat mund të dalin pak, por forma del diçka më e rregullt. Dhe vazhdojmë mbledhjen. Pra këto mund të jenë 2 forma, ose duke i palosur të 4 anët për t'i dhënë formën drejt këndore, ose duke i prerë dhe anët pastaj duke i futur në brendësi të petës. Dhe unë kështu kam vazhduar, 5 e 5, kam vazhduar t'i bëja, si shikoni kur i mbledh dhe nuk i pret, arat mbeten më mirë brenda, krijohet një lloj, si me thënë, zarfi. E në fund, pak të palosur, t'i krijojmë formën e rregullt dhe e vendosim sërish në tavë. Pra si shikoni deri në këtë pikë me përjashtim të tavës që është e lyer me gjalp të shkrirë, nuk kam përdorur gjalp ose vaj. Janë shtruar të gjitha rolet, i kam prerë, si shikoni. Dhe me gjalpin e shkrirë, rreth 300 ml gjalp të shkrirë, por 300 gram është kthyer në mililitra kur është shkrirë, por gjithmonë them që gjalpin asnjëherë nuk i hedh atë pjesën e hirës, vetëm pjesën e shkrirë, atë pjesën e verdhë. Pjesa e bardhë që mbetet në fund është hira e gjalpit, nuk e përdor sepse ajo pastaj e rrson baklavan, fillon të digjet. E kam lënë rreth 10 minuta, ta thithi pak gjalpin, nuk e kam futur direkt në zjarr dhe pastaj e kam pjekur. Dhe ky është rezultati i pjekjes. Tani, nëse nuk jeni të sigurt, unë e kam lënë rreth 80 minuta, 85 minuta në pjekje në 180 gradë, por nëse nuk jeni të sigurt, mund të merrni pak nga pjesët e brendshme dhe t'i shkoshni në dorë. Nëse shkërmoqen dhe nuk krijojnë toptha, është bërë gati. Në të kundërt mund ta lini edhe 5 minuta, 10 minuta të tjera. Është zier sherbeti, i kam shtuar gjysmën e një kokër limoni dhe e provojmë pak me gisht. Nëse na ngjiten gishtet, fillojnë të na ngjisë në gisht sherbeti, atëherë edhe sherbeti është bërë gati. Ja shtojmë
baklavas, unë kam bërë rreth, në këtë rast kam edhe pak më pak sheqer. 750 gram sheqer dhe 100 ml më pak ujë. Pasi e kemi shërbetosur, e kemi mbuluar me atë letrën e telefonit dhe e kemi lënë në rreth 4 deri në 5 orë të thithë shërbetin. E ky është rezultati final. Si shikoni, un kam jam përpjekur t'ju tregoj edhe këto pejtët si dalin, kaq të holla janë bërë. Dhe siç e shikoni, dhe ngjyrën e ka poshtë, është pjekur, po kështu edhe sipër dhe një ngjyrë të mirë, të bukur. Tani unë nuk e pjek aq shumë sepse ose ta ngjyros ta bëj shumë të errët në sipërfaqe sepse edhe sherbeti do të luajë rol në dhënien e ngjyrës. Pra, kjo ishte dhe baklavaja që kisha menduar t'ju servirja për sot. Ju uroj të gjithëve festat e fundvitit dhe faleminderit që më ndiqni.